Si flet Zoti për dashurinë? A jep ai sinjale dhe a ka ndonjë test në thonjza që të tregon nëse ky apo ajo është njeriu i duhur? Shiko, pikë pari në besimin e krishter ne duhet kuptojmë një themel të besimit krishter që Perëndia vet është dashuri. Pra, nuk është një person që ka dashuri, Perëndia, po Perëndia është vet dashuri. Dhe kur Perëndia është afër atyre njerëzve të cilët e kërkojnë, thot fjala e Zotit, ai ju përgjigjet atyre. Tani, kjo puna e dashurisë është pak e përzierë dhe me emocionet, me ndjenjet njerëzore. Dhe shumë herë më ka qelluar kur unë kam qenë 33 vite pastor, më ka qelluar që njerëzit kanë ardhur kanë thënë mua më ka fol Zoti për këtë person, Zoti më ka fol për këtë personin tjetër. Unë ju kam thënë, shiko, më duket më shumë të ka fol qefi se sa të ka fol Zoti. Se e shoh që ta don qefi me marr këtë vajzë apo atë djalë. Se e kam fjalën, është shumë e rëndësishme për të kuptuar që në marrëdhënie që njerëzit kanë me Perëndin, Perëndia nuk është personi i shenjave, sepse